Ju përshëndes. Bota tashmë gjendet në krizë, në një krizë totale, sepse nuk është vetëm problemi i këtyre përleshjeve që po bën në disa pjesë të vogla, por është problemi edhe i naftës, madje edhe ai ekonomik, madje edhe shoqëror. Dua të bëj një përmbledhje që ta diskutoj së bashku me ju sepse është vërtet një situatë delikate. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Irani vazhdon të mbajë të bllokuar ngushticën e Hormuz, që është një vend strategjik për shitjen e naftës, ose më mirë ku kalojnë të gjitha anijet e naftës. Është një vend, një ngushticë parafërsisht rreth 30-33 kilometra. Por është thelbësore sepse nafta që vjen nga Katari shpërndahet në barbotë. Një pjesë e kësaj nafte është paguar prej kohësh dhe Irani e mban të bllokuar dhe kjo ka bërë që të rritet çmimi i naftës, ndonse nga ana tjetër Donald Trump thotë që shumë shpejt kjo gjë do të përfundojë, do të mbarojë, por duhet dini edhe diçka tjetër. Para disa viteve ka ndodhur një incident që nuk është zgjidhur ende sot, ndoshta keni parë edhe filma. Dhe është një bombë nukleare e cila është zhdukur. Mbani mend filmin me Tom Cruise që kërkon një bombë nukleare që nuk është gjetur. Ka edhe filma të tjerë, por ju thash vetëm një. Dhe tregohet që Broken Arrow, kështu quhet, tregohet që një nga këto bomba para disa kohësh është zhdukur dhe nuk është gjetur më, dhe kjo, me sa duket, është një nga frika e botës, jo vetëm e Amerikës, por edhe e botës, që mund ta ketë në dorë dikush. Pra kjo testata nukleare që i quajnë këta, nuk dihet se ku gjendet. Normal që dikush për ju do thotë, po mirë, këto tani kanë edhe qipe dhe me anë të mikroçipit mund ta gjesh, e kanë hequr. Dhe nuk mundet që të kuptohet se ku gjendet kjo bombë. Disa thonë që janë vetëm thashë theme. Të tjerë thonë që është vetëm një, si quhet, una scusa, një pretekst me fjalë i shteteve të mëdha kundrejt Iranit, sepse pretendojnë që gjendet në Iran. Megjithatë, Irani nëse do ta kishte, padyshim do të mundoj që të godiste dikë. Dhe për ata armiqt kryesorë janë amerikanët, kështu që unë nuk besoj që gjendet aty. Megjithatë, situata është vërtet delikate. Deri tani, në paktën në Itali, është rritur deri në 15% nafta. Por doja t'ju pyesja juve, do t'ju lutesha nëse është e mundur të shkruani se sa është nafta aty ku jeni ju, në atë lagje ku jeni, në atë qytet ku jeni, në atë shtet ku jeni, do t'ju lutesha nëse është e mundur. Vendosni vetëm çmimin e naftës, të kuptojmë se ku ka luhatje, ku ka dhe pse. Në disa vende, sepse duhet të dini që nga kjo do zbulojmë se disa vende e rrisin çmimin e naftës qëllimisht. Bile do t'ju them, ka disa metoda, sepse kisha bërë një video të shkurtër para pak ditësh ku tregoja që çmimet në përgjithësi lëvizin shumë kohë më parë, sepse janë projektuar shumë kohë më parë, sepse ka disa kompani të mëdha që janë këta grosistë të mëdhenj, që janë investitorët e mëdhenj, që përcaktojnë se sa do të rritet çmimi dhe kur do të rritet çmimi. Kjo bëhet një në 6 muaj parafërsisht, dhe i quajnë zotërinjt e fatit, parafërsisht. Sepse këta zotërinj vendosin fatin ekonomik dhe njëkohësisht dhe të njerëzve, sepse nëse vendosin fatin ekonomik, do të thotë që vendosin fatin ton. Çdo të thotë kjo. Ata mblidhen dhe vendosin një çmim të karburantit, të ushqimeve, të vajit, të ujit, të çdo gjëje. Dhe bëhet një rritje, nëse keni vënë re që prej vitit 2000 deri tani ka pasur vetëm rritje. Shikoni, ndodhi në vitin 2001, pra pas vitit 2001, ndodhi rritja e parë, u bë rritja e parë, sepse ndodhi diçka në vitin 2001, e dini, ullat binjake, pastaj në vitin 2008. Në vitin 2008 ndodhi e njëjta gjë, pas vitit 2008 një tjetër ndryshim. Dhe pas vitit 2015 një tjetër ndryshim. Pikërisht tani në vitin 2026 një tjetër ndryshim. Dhe po ta shikoni, në gjithë këto shkallë ka ndodhur një rritje e madhe, sa tani kemi arritur në 343%.
E dini se çfarë do thotë, është tmerr ta mendosh, sepse nëse para vitit 2000, vitin 1998 për shembull, në krahasim me 2026-ën, 350% është shumë. Dhe them të shumë produkteve këtu po flasë, ku dikur mbaj mend që më thoshin disa shok që ku në Amerikë për shembull me një nga këto karrocat kur shkoni në supermarket, u mjaftonte për shembull me $100 mbushin 2-3 karroca. Dhe doja t'ju pyesja juve që gjendeni tani në Amerikë, me $100 sa me fjalë sa mbushni tani, çfarë merrni me $100? Pra çmimet janë rritur shumë dhe ky nuk është shkaku i popullatës që është rritur më shumë. Jo, unë nuk besoj për këtë, më thoni nëse unë kam gabim. Do t'ju them se përse. Nga viti 2000 deri sot janë shtuar miliarderët. Po ta shikoni edhe miliarderë të rinj, çuna të rinj, sepse ato janë parat. Sepse po të rritet numri i parave, rritet influenca, ka inflacion. Dhe kjo nuk mund të ndodhë, kështu që parat janë prafërsisht me aq sa i nevojitet popullit. Dhe nëse dikush ka më shumë miliarda, padyshim ja ka hequr pjesës tjetër të botës, pra të njerëzve. Kështu që ato janë parat. Dhe po thoshja që në disa shtete kjo është shumë tepër e theksuar. Për shembull, në Amerikë ka, mos gaboj, rreth 20-21 miliarder. Dhe po ta shikoni, ka edhe vende tjera, ka edhe në Rusi, në Itali, në Angli. Mirë po, unë po them që në përgjithësi këta miliarderët kanë hequr një pjesë të madhe të buxhetit financiar botëror, sepse siç u thash, ajo është shuma e përgjithshme. Dhe situata është vërtet delikate, sepse kjo pretendohet që do shtohet akoma më shumë. Pra, ky lloj inflacioni. Dhe tjetra, nga ana tjetër, Kim Jong në Korenë e Veriut dje, me sa lexova, ka testuar një lloj misili të ri, shumë inovativ, që ka një performancë shumë ndryshe nga misrat e tjerë. Dhe ai së bashku me ekipin e tij dje tregonte forcën e madhe. Dhe këto lëvizje më duken jo vetëm show, por sepse dikush mendon që këto janë vetëm show, lexova në disa komente. Unë nuk mendoj që janë vetëm show, por ka diçka që po lëvrohet pas kësaj. Bile Rusia po e mban me dhëmb këtë moment, sepse ju e dini shumë mirë që ndoshta e kanë ngacmuar deri tani, pra jo vetëm bota, por edhe Evropa, ai, pra Putin, po mundet që ta mbajë këtë situatë nën kontroll. Se po t'ishte dikush tjetër, mendoj që do bënte në një shpërthim, dhe shpërthimet sot nuk sjellin dobi, por sjellin vetëm shkatërim. Çfarë do lloj shpërthimi, sepse duhet të dini që këto janë gjëra të vogla këto që po bën tani, sinqerisht po e them, sepse mjafton një bombë vetme që mund të shkatërrojë gjithë planetin. Dhe mos të jetoj këmbë njeriu për mijëra vite. Dhe po thoshe që them vërtetën, pash një ëndër të çuditshme, sonte po e tregoja sa shokëve këtu dhe po thoshe që nuk më pëlqeu sepse shumë lëvizje dhe këto lëvizje më kanë, kur shoh kështu ëndra të tilla, më duket me fjalë ka ndodhur diçka e madhe. Dhe në këtë rast nuk kishte përplasje, jo, nuk kishte ndonjë gjë të madhe, por ishin këto lëvizje të mëdha të tankeve, të ushtrisë, dhe që kishin shkuar edhe në vende të tjera, për shembull disa tanke kinez që ishin në Itali, shumë e çuditshme. Dhe mendoj që shpresoj që mos ndodhë gjë, por mendoj që mund të ketë një situatë gatitu, sepse shumë po lëvizet nga të gjitha anët. Dhe ky problem i naftës, për shembull, është shumë i rëndësishëm, sepse duhet të dini që në ngushticën e Hazmut kalonin çdo ditë rreth 20 milion ton naft, pra çdo ditë. Dhe merreni mend tani këtë muaj që kanë kaluar vetëm shumë pak, me fjalë shumë pak, bile 2-3 anije që kanë kaluar i kanë qelluar iranianët, disa i kanë lënë,
por janë shumë pak ato që kalojnë. Dhe ju duhet dini që pjesa dërmuese e makinave, jo vetëm makinave që ne lëvizim, por edhe makinerive në botë funksionojnë me naftë. Dhe nafta është si mund të quhet gjeneratori i botës. Dhe nëse ndalohet në këtë mënyrë si është ndaluar tani, them që situata do përkeqësohet akoma më shumë. Megjithatë, do të dëshiroja një komentin tuaj sa është nafta aty, ku jeni ju, siç ju pyeta më përpara, do t'i lutesha që të kuptojmë se sa është rritur dhe të shikojmë këto luhatjet që ka në mbar botën. Kudo që t'jeni, do t'i lutesha. Nuk ju kushton asgjë. Faleminderit që jemi për bashkë dhe shpresojmë të lutemi që të shpresojmë që gjërat të shkojnë më mirë. Ditë mbar.